Kush ka të drejtë të tregojë historinë? Me 20 shkurt 1991 u rrëzua statuja e Enver Hoxhës. 34 vjet më vonë, Johannes Kessler, një gazetar gjerman, kthehet për të zbuluar të vërtetën dhe për të kërkuar martën. Ajo që gjen nuk është një përgjigje vetme, por versione të ndryshme të së njëjtës ngjarje, kujtime që nuk përputhen, dosjet pa plota, heshte që peshojnë po aq sa dokumentet. A ishte një akt spontan apo një skenar i planifikuar? Çdo personazh, përfshirë dhe vetë statuin, e tregon ndryshe atë ditë. Në fund pyetja nuk shtrohet se çfarë ndodhi, po si kujtohet ajo që ndodhi. Kjo është pak a shumë linja e romanit më të ri, Manual Rrëzimi, që rrëfehet si një kaleidoskop e historive njerëzore mes fajt, eshjes, dashurisë dhe kujtesës në Shqipërinë e djeshme e të sotme. Kur 5 vjet më parë nisa të mblidhja çdo informacion që më binte në dorë për këtë ngjarje, nuk e dija se do përfundonte një vepër letrare. Librin e kam shkruar pothuajse me një frym për javë të tëra. Në një moment personazhet më morën prej dore dhe më drejtuan në shtigje të tjera të parahura për mua, që mendoja se zotëroja temën. U jam mirënjohëse atyre si dhe miqve e kolegëve që më ndihmuan në sugjerimet e vyera nga Kasrio Dervishi, Dhurata Sheri, Ervisa Paloka, Armando Babëni, Çelo Hoxha, Florin Zyberaj e të tjerë.